Fishta e Lezhës është kthyer në një nga destinacionet më të veçanta për festimin e Pashkëve, fal një aktiviteti që ndërthur traditën me argëtimin. Kampionati i thyerjes së vezëve ka mbledhur këtë vit qindra vizitor nga zona të ndryshme të vendit, por edhe turistë të huaj, duke krijuar një atmosferë festive në zemër të natyrës. Mbi 400 konkurrent morën pjesë në garë, duke sfiduar njëri tjetrin për të nxjerrë vezën më të fortë, në një ritual që lidhet ngushtë me simbolikën e kësaj feste. Ndërkohë, shumë të pranishëm të tjerë zgjollën të shijonin ambientin, ushqimin tradicional dhe organizimin që tashmë është kthyer në një traditë të përvitshme. Nismëtari i këtij eventi, Altin Prenga, theksoi që qëllimi është jo vetëm ruajtja e një zakoni të hershëm, por edhe promovimi i zonës si një destinacion turistik që ofron eksperjenca autentike. Po ishin të paktën 2 fishi atyre që ishin vjetë dhe shpresojmë që vitin tjetër të jenë 5 fishi. Dhe të shohësh livadët e Fishtës plot me familje, me fëmijë që luajnë nëpër livadë dhe do vazhdojnë deri vonë mes edhe baktive, huaj, është një vend parajs, një amfiteatër natyror që na ka falë Zoti dhe është vendi ku kanë linë Axhesh Fishta. Ishin vezët dhe bashkoheshin para kishës si familje katolike duke thyer vezët. Dhe unë kam dashur ky gjon ta kthejmë diçka me proporcione shumë të mëdha dhe të bëhet masive dhe të bëhet si pikë takimi çdo vit që të vinë kujtojmë edhe Axhesh Fishtën dhe të gëzojnë këtu në livadëve dhe Shqipërisë tonë të bukur. Fituesja e këtij edicioni, Juliana Ndoj, u shpreh se gara ishte plot emocione dhe një eksperiencë për të mbajtur mend, duke shtuar se aktivitetet të tilla i japin më shumë jetë festave tradicionale. Nga ana tjetër, pjesëmarrës të tjerë treguan se kishin ardhur thjesht për atmosferë festive, por surpriza e fitores e bën përvojën edhe më të veçantë. Shumë emocione, realisht nuk e prisja fare që të fitoja çmimin. Shumë faleminderit gjithë organizuesve. Absolutisht është një ide jashtëzakonisht e mirë që njerëzit kenë sa më shumë raste të tilla, festa të tilla dhe të mblidhen. Njerën me bashkë me familjen, Shkodër, për fundjavë dhe pasi pam për kompeticionin e vezëve, do se marr familjarisht dhe fatmirësisht vllai jon fitoi një çmimin e tretë. Ja kalu me shumë bukur, për që ashtu dhe nuk dojnë me fagjatë dhe fitu me çmimin. I organizuar prej disa vitesh, kampionati i thyerjes së vezës në Fisht po tërheq çdo vit më shumë interes. Për këtë edicion, fituesi i vendit të parë u shpërblye me 1.000 euro, ndërsa nuk munguan edhe çmimet të tjera për vendet pasuese.